Rritja e efikasitetit në luftimin e veprave penale të korrupsionit dhe krimeve ekonomike është prioriteti kryesor që prokurori i shtetit ka renditur në planin e punës për vitin 2025. Përveç këtyre veprave gjatë këtij viti parashihet që prokurorët duhet të kenë vëmendje të veçantë edhe në trajtimin e rasteve të krimit të organizuar, veprave penale kundër rendit kushtetues, krimeve të luftës e dhunës në baza gjinore. Në mesin e disa prioriteteve, prokurori i shtetit ka vendosur edhe ngritjen e nivelit të sekuestrimit në funksion të konfiskimit përfundimtar dhe rikthimit të aseteve, për çka prokurorët u kritikua në mbledhjen e Këshillit Prokurorial se nuk janë duke bërë kërkesa për shitjen e aseteve që konfiskohen. Mbikëqyrje së vazhdueshme të rasteve me sekuestrim të përkohshëm, ngritje së numrit të ekspertizave për hetimin financiar në rastet kur është e nevojshme, rritje së efikasitetit në zbatimin e ligjit për kompetencat e zgjeruara. Por sipas drejtorit të Institutit të Kosovës për Drejtësi, këto nisma Këshillit Prokurorial po i mbesin vetëm në letër e vështirë të zbatueshme në praktik. Anëtarët e Këshillit, nëse e shohim monitorimin e punës të Këshillit Prokurorial të Kosovës, më të zëshme janë do të thotë në rastet kur kanë të bëjnë me emrimin e anëtarëve të KPK-s, prokurorëve, do të thotë çështje që lidhen me financat e tyre personale, për rroga, paga ose për do të thotë meditje, por kur vinë te këto politikat e mëdha do të thotë në farë mënyre i kalojnë në heshtje. Thjesht do të thotë nuk kanë interes. Miftara i thotë se sistemi prokurorial ka dështuar vazhdimisht në rastet e konfiskimit të pasurisë të cilat fitohen përmes veprës penale të korrupsionit. Sistemi prokurorial, mundu me thonë, prej vitit 2013, kur e ka themelu do të thotë zyrën kombëtare kundër krimit ekonomik, ku hyn padyshim përpjekjet për sekuestrim, konfiskim pasurisë fituar me vepër penale, nuk është se po shohim sukses apo ndonjë ndryshim, do të thotë përmes cilit shteti i konfiskon në fundit të gjitha pasuri e cila fitohet përmes veprave penale, me theks të veçantë përmes veprave penale të korrupsionit. Këtë vit, zyra e kryeprokurorit të shtetit gjithashtu parashet që të bëjë strukturimin e ri të zyrës për mbrojtjen e viktimave, pa dhënë detaje se si do të bëhet kjo. Një tjetër pikë që është përmendur në kuadër të llogaridhënies së performancës është edhe monitorimi i performancës së prokurorëve gjatë paraqitjes në seanca gjyqësore nga ana e kryeprokurorëve.